Përshëndetje të gjithëve. Këto ditë me shi shijojnë këto ushqimet pak të rënda. Sot do përgatisim pul me përshesh. Sigurisht nuk është pul apo gjeldeti, por është nga këto pulat e supermarketit. Filloj me përgatitjen. Më parë unë kam përgatitur kulaçin, ndërsa tani do vendos një pul për t'u pjekur. Pulën i kam bërë këtë prerjen vertikale, i shtojmë krip, piper të zi, erza pule dhe vaj ulliri. Kush dëshiron mund ta përgatisin fare mirë marinimin e pulës me gjalp. Do ta vendosim në furrë dhe do e pjekim avash për 30-40 minuta derisa ta shikoni që pula të marrin atë ngjyrën e kuqe të bukur. Ndërkohë që pula piqet, ne përgatisim lëngun që do na duhet për të përgatitur përsheshin. Presim një qep në pjesë të vogla. Pula nuk ishte të brëndshme, ndaj unë do e përgatis vetëm me qep. I shtojmë vaj ulliri dhe direkt në zjarr për t'i bërë një kaurdisje të plotë, derisa të ndihet aroma e qepës së skuqur. Në këtë moment qepa është gati, e mbuloj me 1 litër ujë, ulim temperaturën dhe e zim për 20-30 minuta. Lëngu është gati, edhe pula është pjekur, rregullojmë lëngun me ujë dhe për erës, gjithmonë në përshesh unë përdor në energjikun. E thënë ndryshe dhjosëm, nane, varet nga zona ku jetoni. E fikim zjarrin dhe e kemi gati. Ja edhe pula e pjekur. E largojmë pulën nga tava dhe tek po e njëjta e ndyrë unë do skuq përsheshin të cilin e kam thërmuar. Është kulaçi, është i përgatitur me 1 kg miell, 2 gota me miell misri, krip, sodë buke dhe ujë. E kam lënë të ftohet plotësisht dhe më pas e kam thërmuar. Këtu do t'i bëj një skuqje të mirë kulaçit. Merr dhe atë shijen e pulës kulaçi dhe del shumë përsheshje i shijshëm. Pak nga pak do fillojmë të shtojmë lëngun që përgatitëm me qep dhe në energjik. Gjithmonë lëngu shtohet gradualisht, duke e shtuar dhe duke e përzier her pas here. E ndar zjarri i ndezur, pasi të kemi shtuar plotësisht lëngun, atëherë do ta fikim sopën. E shtojmë edhe pjesën e ngelur të lëngut. Dhe në pak minuta përsheshin e kemi gati. Unë i vendos edhe pulën sipër, tavës unë i vendos edhe kapakun dhe e lëm të qetësohet për 10-20 minuta. Tashmë pula me përsheshin është gati, dhe shikoni pula ka shkrirë dhe ndahet pas një lloj problemi. Edhe kulaçi është jo i ngjitshëm, por dhe jo i fortë. Të dashur miq, kjo ishte dhe receta e ditës së sotme. Ju falenderoj që më ndiqni.